Në Sarandë, pushuesit e huaj kanë nisur tashmë të shijojnë jo vetëm diellin, por edhe detin e kristal të Rivierës shqiptare. Temperaturat e favorshme dhe moti i kthiellit kanë sjellë turistë nga vende të ndryshme të botës, të cilët kanë zgjedhur jugun e Shqipërisë për pushimet e tyre. Nuk është hera e parë për mua në Sarandë. Jam nga Rumania dhe kjo është hera e dytë që vi. Kam ardhur për pushime. E dua këtë qytet. E dua Shqipërinë në përgjithësi. I dua njerëzit e Shqipërisë. Dhe sa herë që kam pak kohë të lirë, e shfrytëzoj për të ardhur dhe për të parë këto vende të bukura dhe njerëzit këtu. Gjithçka është e mrekullueshme këtu në Sarandë. Deti nuk është i ftohtë. Uji është në rregull, po shijojmë diellin, detin dhe vendin. Është një qytet shumë i bukur dhe mikpritës dhe njerëzit janë shumë të ngrohtë. Vizitorët shprehen të mahnitur nga bukuritë natyrore, qetësia dhe mikpritja që ofron qyteti bregdetar. Shumë prej tyre theksojnë se kjo është periudha ideale për të vizituar Sarandën, pasi plazhet janë më të qeta, temperaturat më të buta dhe atmosfera shumë relaksuese. Kemi qenë edhe në pjesën greke, në Korfuz para disa vitesh. Është shumë bukur dhe neve na pëlqen shumë këtu. Kjo stinë është më mirë sepse nuk ka shumë njerëz dhe ka shumë qetësi. Mund të pushosh edhe psikologjikisht. Në verë bën shumë vap rreth mesditës, kështu që plazhi bëhet më mirë në mëngjes dhe pasdite, drejt mbrëmjes, ndërsa tani është më lirshëm. Preferoj të vi përsëri edhe në shtator. Përveç detit dhe diellit, turistët po vlerësojnë edhe ushqimin tradicional, shëtitjet buzdetit dhe afërsinë me destinacione të njohura turistike. Operatorët turistik shprehen optimist për një sezon veror të suksesshëm, ndërsa Saranda vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët e huaj në Shqipëri.